Fushata vetëm se ka filluar, ndërsa ka filluar ta shpresohet fjalori i përfaqësuesve politik. Ndaj deklaratës së djeshme të kreut të BDI-s Ali Ahmeti, që oponentët e tij i quajti Zagar, ka reaguar kreu i VMRO DPMN-s Hristian Mickoski gjatë mitingut të mbrëmshëm në Shkup. Këtë retorik Mickoski e quan tentim të Ahmetit që nëpërmjet tezave të konsumuara të ngritë rejtingun e rënuar. Me gjakra, skifter, shqiponja e lepuj, të njëjtin folklor e përmendin 20 vite i njëjti film. Shqiptarët i kanë emigruar, copa bën nga vjedhja. Ato metafora në mitingje më nuk u kalojnë. Të mirë janë nëse kanë vendosur të merren dhe të luajnë në filma humoristik që të munden të bëjnë për të qeshur dikë. Ja të themi pas një viti e gjysmë, shkojnë në opozit, ndërsa pas këtyre zgjedhjeve shkon në pensionim politik. Unë të garantoj, tha sot Mickoski. Dhe deklaratës së Mickoskit reaguan nga partia e Ahmetit, të cilët theksojnë se obsesioni i Mickoskit për të zhdukur BDI-n nuk do të realizohet. Mbrëm, Hristian Mickoski shpërfaqi qartë obsesionin e tij politik për të kontrolluar skenën shqiptare në Maqedoni. Deklarata e tij e fundit, ku flet për pensionimin politik të liderit të shqiptarëve Ali Ahmeti, nuk është vetëm një dëshirë personale, por një vazhdim i strategjisë së tij për të dobësuar, marginalizuar dhe kontrolluar shqiptarët. Mickoski dhe VMRO, kur flasin për Zogj e Bilbila, i referohen vetëm shqiptarëve të tyre të ndershëm, ata që i kanë nën kontroll në qeveri, thonë nga BDI. Për gjuhën e Ahmetit, i cili përdori termin Zagar, duke aluduar në oponentët e tij politik të bllokut shqiptar, reaguan gjatë ditës së djeshme dhe nga koalicioni Vlen, duke theksuar se kjo nuk është hera e parë që Ahmeti shërbehet me fjalor të tillë ofendues.